Anis Mehmeti është padyshim një nga lojtarët shqiptar më në formë të momentit. Mesfushori i Kuqezi është kthyer në protagonist me skuadrën e Bristol në Championshipin anglez. Në pjesën e parë në duelin kundër Swansea, ai dhuroi 2 asist fantastik në minutën e 4 dhe 31. Asisti i parë erdhi nga goditja e këndit, ku Mehmeti dërgoi një top fantastik në zonë dhe Diki e ktheu në gol. Në asistin e dytë, 24 vjeçari mori një top të mirë jashtë zone, u fut në afërsi të saj dhe me të jashtme dërgoi sferën aty ku duhet për të gjetur Riis, i cili dyfishoi shifrat. Në minutën e 82, ai dha edhe asistin për golin e tretë të shënuar nga Hirakawa për të mbyllur në mënyrë perfekte këtë ndeshje. Pavarësisht formës së tij, trajneri kombëtar Silvinho nuk e ka grumbulluar në ndeshjet e këtij viti. Ndoshta ai mund të marrë besimin e brazilianit për ndeshjet e marsit që janë në play-offi kundër Polonisë.